Mirëmbrëma të dashur qytetarë, të nderuar kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin këtu, pranë Bibliotekës Kombëtare, ne që guxojmë të vendosim vetë, sepse lëvizim me ide dhe dije dhe studime. Përshëndetje për qytetarët e krejt Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Vitis, Kaçanikut, Vushtrës, Fushë Kosovës, Obiliqit e të Rahovecit. Këto zgjedhje janë për ju sepse ju e keni në dorë që ta volosni ndryshimin. Të votoni për atë parti e cila në nivelin qendror i ka rritur ndjeshëm rrogat e pensionit, bursat për student e shtesat për fëmijë. Ndërkaq nivelin lokal, kudo ku kemi qeverisur, kemi investuar shumë më tepër se sa paraardhësit tonë, nga të cilat fatkeqësisht trashëguam veç se borxhe. Përshëndetje për aktivistët dhe anëtarët dhe votuesit e vetëvendosjes që me punën e kontributin e tyre sollën rezultatin më të mirë që kemi marrë ndonjëherë në zgjedhje lokale si subjekt politik. E pra, prej raundit të parë fituam 3 komuna, e kaluam në balotazh në 12 komuna të tjera, më shumë se sa çdo parti tjetër. Rritja jonë në zgjedhje lokale